Asfaltimi pjesërisht i rrugicave në fshatin Gaçk ka ngjallur pakënaqësi tek banorët e këtij fshati. Banorët e 3 rrugicave që kanë mbetur jashtë këtij projekti akuzojnë komunën e Ferizajt se edhe asfaltimet po i bën mbi baza partijake. Puna është se këto kanë shku këtë në baza partijake, domethënë kryetari i komunës Ferizajt, në bashkëpunim me këtë kryesin këto shka janë, e kanë bërë seleksionimin e rrugëve në bazë të partisë. Tysh janë, domethënë, partisë vetë që i përkasin. Që kjo rrugë kanë thënë rruga Baftit Cërroja, dhe? Janë të shtru, unë komenu që kjo rrugë ka më shtu Baftit Cërroja, ku e kanë pru projektin qëtash kanë thonë, ja që kjo është rruga Baftit Cërroja. A faktikisht unë që ku e kam emrin atje, mundi me po, rruga Baftit Cërroja që shkru, e nuk janë të shtru. Dikuj mi ashtru, dikuj mësë mi ashtru, ajo është përhinë si më përqavmi edhe katunit. Këtu që kisa kak nuk o të shtru, i Baftit Cërrojes, është edhe Zenel Shehu edhe Vajt Shehu. Të janë 4 rrugë që nuk jetë. A këtu të peqin e rrugë vetëm një rrugë o të shtruon. Edhe 2 naltë. Do janë të i bo dëndomje, a e ka komuna, a e ka fshati, që ta janë pikpytje, nuk pëjdim na. Këm pas qef mu caktu kufit, katuni le ta dinë se ku janë kufit e kësaj toke. Mbjen keq që nuk janë të ushtru krejt, se ka rrugë më të vjetra se disa tjera që janë të ushtru. Këto deklarata të banorëve të fshatit Gaçk ngjallën pakënaqësi tek militantët e LDK-s në atë fshat. Gjë e cila bëri që e gjithë kjo të përfundoj me raje mes kusherinjësh. Madje ata sulmuan verbalisht edhe ekipin e televizionit Tema, duke penguar kamermanin që të mos e gjironte ngjarjen. Probleme me infrastrukturë, po kanë edhe banorët e fshatit Lloshkëbare. Lidhur me ndërprerjen e punimeve për asfaltimin e rrugës Muharrem Meha për më shumë se 2 muaj, banorët organizuan protest duke bllokuar rrugën për disa orë. Po veç ja u kanë dhënë të nderin edhe bani shka doni. E jo punë pa fund, kum prish kërën, kum ronë me një gropë që aty edhe me një guri, 200 euro mu ka po që e kom ndreq kërën. Po shkoku i grupës edhe i qëtyre kurve, qëtyre. Përëndaj nuk e di se shka është kjo punë. Do të marrë me këshyrve, me thonë atyre njerëzve, që 2 muaj që e kanë fillu me punu, edhe kjo rrugë është qeshka kanë bo. Po qitë bile zallë edhe rafshu edhe shkotoni ka dush. Kryetorin beri stunë t'i bje, në dvjes të pari, nëse ka vete, ka shpia vetë qështu, na nuk jem nësë një parti. As jem akë, as jem pëdëkë, as lëdëkë. Pa orda i qështu pari miro, me këshyrën të ashtën as sjaldin, tani në dvjenit t'i bjenë, të këshyrë që ka maru. Mero një thmi, shtu shame po? Qëtu mero një thmi? Kushe përgjësi? Farë kryetori, kur po vje punat e votat, po vje. Qëtu po vje? Ta është mo shtu pari si karoj, asaj as kamionat e tina. I ka njës punime si shijet këtë logje. Logje ka dikun afërsisht 500 metra, ku gjatë punime në kanë premtu se kjo rrugë do të asfaltohet shumë shpejt. Punimet kanë fillu para 1 muaji dhe janë ndërprej arsyet nuk kemi asnjë informacion. Kontakte që kemi pas përmes Dugaxhinit me kryetarin Sforqa, ai na ka premtuar se javën e shkuar do të vazhdojnë punimet dhe do të shtrohet kjo rrugë. Mirë po, momentalisht siç e shihni edhe ju, kjo rrugë ka mbetur këtë gjendje. Pakënaqësive të banorëve ju përgjigj drejtori i infrastrukturës në Ferizaj, Gafori Lazi. Për momentin është të punu edhe e njëjtë rrugë ku ata kanë pengu, me arsjetimin se gjëja po e dëmton dhe për këtë arsye ne për shkak dëmtimit dhe me qenë se janë të punu 2 punë kryes njëjtën ku derisa nuk e kemi asfaltuar rrugën Lloshkëbare. Për pikërisht për arsye se është të bëha edhe pjesa tjetër dhe shpejti do të asfaltohet edhe kjo pjesë dhe ajo tjetër. Në atë fshat pra duke bërë asfaltimi pjesëshëm i rrugëve që po shkakton edhe konflikt mes tyre. Nuk është të bëha asfaltimi pjesëshëm, atje veç janë të nderu gati gjitha rrugicet në fshatin Gaçk. Javë më parë, komuna e Ferizajt ka njoftuar se ka inicuar procedura të tenderimit për disa projekte për asfaltimin e rrugicave në qytet dhe në disa fshatra të Ferizajt.